Partitë shqiptare kanë depërtuar në fshatra për të blerë vota. Të gjitha, obično svi to rade. Të gjitha bëjnë. Edhe vetëndosja. Po kështu, për 4 vjet të operimit të tij, 4 vjeçar, suksesi vetëm i tina është ndërtimi kockave ku ai jeton, do të thotë i guralezve ku ai jeton. Dhe çka shoh tjetër është që ka përkrahur vetëm simpatizerët e vet dhe e kanë paraqitur si sukses të madh vetëm çlirimin e një rruge. Kurgjë personale me të, ne jemi shok dhe nuk do të presja që do të më komentoj kështu, sepse e di si që kanë qenë punët në qarkun e parë të zgjedhjeve të kalume. Dhe kjo që bën tani nuk është fair. PDK-ja është një parti e suksesshme në Prizren, kemi bashkëpunuar me vite, kam qenë koalicion kur fitonte Ramadan Muja, por njerëzia ndrohen, kohët ndrohen, njerëzia ndrohen. Unë nuk dua të flas negativisht, jo vetëm për Shaqirin, por për asnjë kundërkandidat. Nuk më pengojnë kundërkandidatët, i konsideroj koleg në këtë garë, por nëse bosnjakët, nëse dikujt i pengon që bosnjakët kanë kandidatin e tyre sepse janë mësuar të blejnë vota, atëherë është problemi tyre. Ju thatë që e keni blejnë vota, për këtë çështje kisha dashur më ndal pak çush i kanë blej? Pa to trebaju pravosudni organi da rade, da više prate organet gjyqësore duhen të mirën me çështjen e blerjes së votave në përfshatrave, do thotë është sekret publik. Për me dëshmu para institucioneve drejtësisë që ka pas blerje të votave? Ja svakako, ja sam rekla i našim... Unë natyrisht që ju kom treguar dhe komisionerëve dhe vëzhguesve që kanë shkuar në përfshatra të vëzhgojnë dhe se ju kam treguar se partitë shqiptare kanë depërtuar në fshatra për të blerë vota dhe këto policia do duhet të ishte një organ i cili të gjitha apo do njëra në duhet ta veçantë? shikonte këtë. Të gjitha, obično svi to rade. Të gjitha bëjnë. Edhe vetëndosja. Pa vidjet ćemo sada su i oni tu, pratimo i njih. Të shikojmë, të gjitha partitë janë të involvuara.